të papar. Kjo mjafton. Po të vazhdosh të flasësh, e kupton? Jo, po se jam e di pa. E bën, dëgjoj Randin, e bën të harrohet kjo që the. Kur njeriu flet dhe kur nxjerr një perlë nga goja, e nxjerr dhe e man, stop. Se njerëzit majnë men fjalën e funit, nuk majnë men fjalën e parë. Po mora shtys nga kjo e sotshme e kashtës më. I bie që ai që ka bërë mua djem se ka bërë këtë sot. Tham për ty. Ose edhe tham për ty. Për mua, po nuk jam unë nga këto që bëj këto gjëra. Pëlqen inteligjenca. Ose agaj. Kjo është e bukur. Kjo që thej tani për shembull Po pra, ai që ma ka bërë mua dje ka bërë këtë sepse unë isha dje fundit e irrituar. Efekti muhabet mbyllë këtu dhe mbaje sepse në darkë të shpa më rëndësishme. Bëni qik lidhjen e muhabetit, ajo do reagoj. Mos vazhdo më, mos vazhdo më. Po mirë nuk e vazhdoj më, po do flasim më për gjëra që do mirë, do flasim, po ti bërtet mi zemë. Do flasim për hallën time si e kam smur atje ose mami im që derdhet krevat. Po interesant i kujt kjo gjë. Po patjetër, më e rëndësishme për ty është të qash hallën që ke mren, se sa të qash edhe ti japësh kredite, të flasësh për njerëz që ngjallin kuriozitet me të keqen. E kupton? Mos i jep zë të keqes. Kaq. E kupton? Mos i jep zë të flasim për gjëra të bukura, le të ashtu. Ka raste që e mira fiton. E kupton në këtë jetë. Tim ka shi tyre gjesteve të kaq të ulta. Dhe nuk ma shu njeri. Edhe rritimin që kam me Esterin e kam për arsye të shumë madhore. E kam për arsye që qëndrojnë, se unë nuk jam nga ato që s'punoj. Esterin e kam dimuar, kam dhënë dorë, aq shumë sa se kejte. Edhe Esteri ka kohën e vetë me mësu. Dakor, prandaj I ka qëllu banko prova tjeshti, unë, tjetri, por edhe ajo të shi është me kohë do pakën kur dali për kënej. Unë e kam dimuar se është me vogël në moshë, e kam trajtuar, do më thënë në moshën e gocës time që nuk i di të tëra gjërat, edhe prandaj kam bërë 2-3 gjëra ekstra. Po jo tani ta marri këtë të mirëqenë edhe të abuzoj me këtë fakt, me sjelljen, me sakrificën time. Është e pa ashtu. E kam tolerove gjithë të ditë sa i kanë ngej mandati, nuk kam qef ta toleroj më. Që dhe ajo të mësoj që mbi mirësjelljen, mbi respektin, mbi kulturën, mbi edukatën, nuk abuzoj. Kaq. Kurse ky që ka bërë kashtën, ma ka marrë dhe mua atje, gotën e verë. Kaq. Ashtë një që person. Ose këta, mund t'jede 2 bashkëpunim. Pa tjetër. Kjo është e bukur. Po pa tjetër më se njeri këtu kështu po i bëjnë. A kështu bëhet interesant. Shiko, interesant bëhet. Interesant, po thjesht e... Jo, nëse bëhet kështu interesant për nesër të marrë bagla t'i shtroj në për... Kam dhe unë dyshimet e mija, po nuk dua të hap gojën. Lara, në rast se, shiko, ata cila është arsyeja që ndodh kjo. Arsyeja është që gjatë ditës të flitet për kashtën, gjatë ditës të flitet për gotën që është po marr shembull kot. Dhe çfarë do ja pezon vetes kot. Këto janë skema, këto janë gjëra që si që e bëni me mu. Ka ndodhur, domethënë njerëzit do me pa gjëra më të bukura, do me pa më. Janë gjëra që kanë ndodhur. Më interesant. Do po vjen fundi lojës se po bëhet loja koti. Fundi lojës po vjen, po vjen Jo, fundi nuk po lojës. bëhet koti, po zbulohen ata që kanë qenë koti gjithkohës. Bravo, Eran. Ndi lavë sa 1.000 lira si të. Dakor, kjo është. Se punën e çantës, egzagjeroj e bëni të madhe, se jam djetë për çantën. Mu do vite shumë keq për shembull. Po, më të keqe, asë më prajmë si dul val pjesë e çantës, si ishte kotit. Mu do vite shumë keq, nëse Andrea do ditë diçka që më shqetëson, e nuk do vijë më thonë. Dhe zgjat më bë pol me atë, me X-in ose Y. Do rritemi, do i zbulojmë njerëzit, a duhet gjithkohës jenë në zbulim të gjërave, edhe mosha ime. Në kuptimin që unë se kam dhënë besimin dikujt dhe kam bërë dy pare muhabet, i kam dhënë sepse e ka dashur tjetri që unë ta dëgjoj pak për hallet për gjërat e veta këtu. Kur ishin te lavanderia, tha Big Boss Agjon kush? Kështu? Ta u boqesha, tha se po shi... Po. Atëherë, se nuk ma morë shpirti di në dorë. Ka të redhë, se të flasin. Nuk ma morë shpirti di në dorë, këtë e ka bo nena, unë vatru, nuk është e boni me dashje.
Se parnej edhe pyeta Yllin, domethënë, ishte gota jote këtu, dhe gota nenës aty, dhe ajo pa që ishte gota bashkë, domethënë ishte gota, po ishte pak e larguar nga ti gota. Edhe gotën plotë ta erdhi. Dhe mori hodhe gota vetë, ndërkohë po e pinte. Kishte ndodhur më përpara. Dhe çfarë ndodh? Prapë ka bërë. Kur theti nuk besoj se ka bërë padashi për derisa pas ka bërë. Kur tha se kur e mori gotën e vet. Po dëgjoje deri në fund versionin. Ku është gota verës, atëherë bëm me piu. E piu këtu çu pastaj shkoj tek unë pëlqej marrë me ta thon Big Basta. Më fal. Me të drejtën. Dakor. Se Big Basta e pa po sigurisht kam pa situatën, e pa edhe Big Basta dhe para se me ta thon Big Basta se edhe po nena më tha mua të mbeturinën domethënë. No, nuk e di se si ishte puna me mbeturinën. Ndoshta ai nuk ishte me tendencë, unë nuk e besoj që ishte me tendencë se shkoj dhe thjesht e pau dhe me vërtetë kishte ngjyrën e verës. E pau, po gota verës unë se kisha s'po më pije, i thash e hodhi e randi dhe s'po më pije, ishte gotë bosh. Mos e me kaq, të lutem, më kupto. Nuk ishte kaq verë, ishte gota se kisha prekur. Unë isha me sy se fati isha përballë. Unë isha me sy dhe nuk ishte koha për me marr me kështu me mbushje tjetër. Ishte gati ajo, thjesht rastësisht ajo shkoi me lahenët për vërtet. Edhe mori gotën plotë. Unë njerëz në tavolinë duke ngrënë. E kish pi. Sa thëni për gotën, kishte ngel edhe pak, e kuptoj se kështu, edhe piu gotën e vet. Asaj kishte ngel, e kupton? Dhe shkoi për lahenët. Prandaj thot Riku për një gotë verë. Prandaj thon këto për një gotë. Dhe shkoi meriton kushdo. Shkoi për me lahenët dhe aty rastisht e gjeti atë. Dhe unë po të kisha qenë në vendin tënd, do kisha besuar se ishte komplet si diçka e vërtetë. Unë e di pse. Atëherë më shëmtuar është ajo që më tha atëherë nga mbeturina Lavaman. Nuk e dinte për syt ballë, nuk e dinte. Më fal, nuk e dinte dhe më ajo e bëri e piut. E kupton sa kontradiktor që je. Çfarë po them unë? Ti thua, ajo e piu dhe pastaj të dha mbeturinë. Mirë pra, ai po e lëmon gjën, po e bën Elinar. Elinar. Po ta thot smooth, tashi mos më kontradiktor. Elinara troç. Shife reagimet, kush po mori gotën e verës? The ti. Gotë verës e kishte ka herë. Gotë verës e kishte ka herë gotë verës. Ajo mendoj se ishte gota yllit, se për ishte ngana yllit. Dhe çfarë bani? E piu. Atëherë s'mu të thoshte më të drejtën me ndërkohë ishte ylli. Nara, të lutem ta mbare, të lutem se. Po, thjesht arrie me kuptu. Pra, e piu gotën. Edhe kur theti kështu, kur mori gotën e verës, u çus, e piu gotën që kishte hedhë nga gotët atë kishte gotë vet. E piu dhe shkoi te Lavamani për me lajenit, për vërtet. Isha me sy temi nuk se kisha më përballë. Dhe për sy balli po, isha me sy të se kisha më përballë. Dhe shkoi te Lavamani, po nuk priste koha për me bë asnjë lloj gjaja ditë, dhe po shifte domethënë aty. Kur ja kapi syni gotën, edhe nuk e ka nuhat, më thonë që pas Golden League dhe po ja çoj. Tallën me te, nuk e ka nuhat, si isha me symte, por ajo u dukte me vërtet si t'ishte gotë vena, din, dhe edhe vet e besoj. Ja ku qeka, thot gota verës, u dukte komplet që ishte. Tani po e bën ti këtë dhe vet e besoj. Se ku e diti që se ka bërë ajo atë? Për syt ballit, ore ishte më rastisht, ishte gota verës aty me ndukasi me... Atëherë është dy fish ka bi Manuel, pse do thuash ti? Për më tepër që pas ka ditë me që ka marrë që thua është e yllit, kur më të gjoj që u reagova mund të thoshte ua, Elinar më falë se unë e bëra pa dashje, kujtova se kishte marruar ylli. Unë jam të ta thonë këtë. A kaq? Jam të ta thonë, mu nuk më shqetëson fakti i gotës verës e tjetër. Por do më shqetësonte në rast se Andrea, po marr me që ka më afër këtu. Federico, Andrea, nëse do dinin se si është e vërteta, nuk do vini me ma fond, duke marrë parasysh raportin tuaj. Kjo do më viste mu. Jo se kush vjen edhe ma merr më ban gjestin, por kush është, domethënë ai person që kush është me ty edhe e di edhe nuk ta thon. Ne themi kush është me ty ose kush është marrësh. Basta. Pra, duke qenë që Basta ashtu bani lojë me nenën për vërtetë. Tani unë jam të kuptuar që në debate që ashtu hynena që u bë krabasës, dana sjelltas etj. Kam shumë kohë që jam të vëzhgu punën e tyne. Plus bisedën gjatë gjithë kohës që po flisim me njëri tjetrin, nuk ja kam dosur syt në moment. Nuk e di pse. Është ndoshta e kam me një mësim. Si sigurt thotë miku. Ti mund të kujtosh se mua kur ka bër Basta, që po bëj lojë me Bastën për shkak. Kush? Ti mund të kujtosh edhe për mua që po bëj lojë. No, më Elinar, tash. Se nisesh vetëm se e ke parë duke bërë muhabet. Po jo duke bërë muhabet, po unë isha me syn tonë, unë shoh të kuptoj. Edhe lojën sot kush a ka menuar çush mbrami. Është menuar çush mbrami loja aty ne. Po. Kjo është lojë domethënë që në rast se ne i japim za, suksesi ty ne është i sigurt. Në rast se ne nuk i japim za atë domethënë. Jo, më unë që pa karaktere, domethënë këto janë karaktere të fëlliqura. Po na ta bëjnë shpinë çora po është karakteri i fëlliqur i pisët.
për mua. Dhe pse po Sepse nuk e pati guximin 1 minutë, e di çfarë ndodhi dje, ja të bëj një krahasim. Unë erdhëm nga fakiri, mu caktua me la këto, ishim ke fakiri, mu caktua me la tualetet, ka qenë Randi Vërdall që vinte, po la e ti. Dhe unë pastrova tualetin. Kur erdhëm ne nga fakiri, ju? Jo, ju ishit këtu akoma po merreshit me Ylin dhe neve nga fakiri, këta shkuan. E të thonë për e parë, kur erdhëm me 3. Pa futur, atë ditë ju futut. Kur erdhëm ne? Ram, ju futut në darkë, në bazë dreke. Kurse neve para dite. Jo, ne u futëm mjeske fakiri. Kur isha para nga dreka. Para kur mamen që ishim pu patatet. Që dolin unë Po, tash neve erdhëm nga fakiri, neve dhe unë kisha detyrë të laja tualetin edhe lavanderin. Dakor? Dhe kur lava tualetin hodha këto gjithë shishet bosh të shampove, ashtu e kam zakon që pastroj me temel. Hedh dhe kutit e këto e ato, hodha dhe brisjet e përdorura. Dakor? Deri këtu. Dhe njëri nga brisjet e përdorura u diskutua që ishte i nenës. Edhe më thot mua, mos ke hedhur gjë një bris këtimin? Fali thash, unë kam hedhur disa brisje, nuk e di kush është bris ku jot, brisjet e përdorura, kur i dhe në banjo, unë do t'i shoh të tjerë, se kush e përdor bris ku 2 herë. Kush të? Ja po i tregoj një gjë për të nenës, po bëj një lidhje për diçka. Dhe i hodha thash unë. Nenja. E hodha. Ua, po ti do ta dije që ajo nuk është kështu që hidhet e kështu, nuk e kam ditë më motorit. Nuk lihet në banjë. Po, nuk lihet aty, ti mund ta kishe marrë tash. Gjë roz. Çën si ka? E roz po. Ti do ta dije tash se ai një njeri e ka atë. Moj nuk e di unë këtë fakt sa njeri e ka atë, se ajo është prodhim që bën shumë veta. Unë e pash të lanë në banjë aty dhe unë nuk e mendoj që briskun tim personal ta la aty që ta përdori tjetri, për unë për vete, për logjikën time. Dhe e hodha. Megjithatë, thash kërkoj ndjes se kam bërë pa dashur. Atëherë, ku qëndron dallimi, do thuash ti? Tani, unë një gabim që e bëra, ka shia saj dhe i ka spodeshet, por si s'ke plevica gocët, të cili një pakomi që s'ke njerëz. Ja thash dhe këta. Ti them gocës, jashtë, t'ja jap ma jep atë kutini, thash ti them agaj, të ta blej goca ime. Tani, pse po ta bëj këtë formë krahasimi? Atëherë, e bëri nena gotën, e pare punës, gabimi nuk më ka thënë me sinceritet dhe me pastërti, nuk është treguar sinqert që mendoja që ishte Ylli, dhe e dyta më dha me mbeturinë e lavamanit. Është 2 fish. Mund ta kisha bërë unë, kisha këput të qesh, e kisha dhënë për zotë u habita e piva. Se unë u indinjova me atë që piva që më dhanë, që nuk e di sa kishte aty. Dhe fakti... Më kupton? Dhe kur njeriu bën këtë gest, i mendon mund të ke përshtyr, mund të ketë bërë dhe gjë tjetër më të shumë. Këtë si është drejt të marrë cilën dush. Kupton? Tani, megjithatë ti, unë gjerë në pa, nuk e kam për këtë, më fal ta çoj deri në fund, atëherë kemi të bëjmë me karaktere të fëllimqura. Kaq. Nuk e bëj zëma unë, iku ajo punë, por kemi të bëjmë me karaktere që është shumë e pisët. Kjo gjë. Sepse edhe gabimin duhet ta pranosh ku e bën. E pranova unë gabimin pse hodha brisku që unë s'isha gabim fundja. Po, me që ishte kështu. Tash më fali, thash, po nuk kam bërë me dashje këtë gjë. Pse nuk e pranoj ajo, më fal, se çfarë do t'i thosha unë, po të më thoshte më fal, Elinara, ta mora gotën pa dashje. Këto po janë namin. Këto kanë ngel tani, janë këto gjona që kanë ngel me lutë. Këto janë fishekt e fundit që këto kanë. Me vjen keq, po janë të lagun fishekt, sepse nuk pesh. Po këtu pra qëndron ndryshimi. Unë ty po të them diçka. Mu, po të më ndodhte mu diçka e tillë, mu nuk do me vristi këtë gjona, pra pa tjetër që po, janë dy gjona që po... Po nuk është gjoj kot vere. Po, ashtu si më vrau mua, ujti Andreas, jo ujti, po hudhra, që ti e dishe dhe s'ma the. E njëj. Po pra po, absolutisht po. E kupton? Kjo është pjesa. është tjetër gjallë, se nuk ishte diska për me qesh ka shumë, a kupton. Ai po çeshte me lot mirë, ne po çeshte me lot mirë. Dhe për këtë që po thua që ata të tjerët që e pan, edhe ata sigurisht do kenë atë nga mua, sepse unë nëse kam respektuar njerëzit, unë kam pas debat me ty dhe prap kam tash mirësinë të flas me ty, të rri afër, të ndjej që ti nuk je ashtu, për i të lojës ke për këto qëra, por me kam dhe unë, ata pasaj e ma hapën sy dhe shikoj qëndrimin tim ka shik ti robi. Shumë bukur, janë shumë. Ajde, nuk i jap më atë gjë që unë duhet t'i jepja dhe kam të mbaj gjërat. Jo, ti duhet flasësh me te, si ti... E di unë qa do t'i them.
Di unë që do t'i Jo, se unë s'ka s'kam puna, përtoj. Jo, kur ti e fjalë që ta Unë dish. kujdoj që t'ja kishin bokte, Unë ty s'ka s'ka përtoj, shanse me ta bëj njeri, Edhe ti e ke pari që s'ka përtoj. sepse Mos kujto si do kaloj pa lagur. Edhe personin tjetër. Po mu do vrisë për të gjithave. Lese edhe gjesti. Patjetër që do Plus, vrisë. edhe ajo Se është unë tjetër, zërria se pa ja është thënë Erandit. është e vërtet, ndoshta mund të ishte test Po jo tjetër. vetëm Erandit, Po, po edhe ty do ta thoja. Ta betohem. Dhe ty do ta thoja. Si do ta thoja? Jo për të fituar pikë, po kam qefun kundra padrejtësisë të reagoj. Do ta thoja më go. Ta bëri filani. Ose do të thoja në një farë forme, do të qetësoja në një mënyrë tjetër. Pse? Se pash një gjë të padrejtë. Sepse këta kujtuan se unë nisha keq për të pirë verë një, unë i rritova më shumë, ka jo pisliku që më thanë. Shiko, Po ta thoja, ka lidhje. Po ta thoja, domethënë nuk Ti pislik. Thash, o yll, kur është po disu, a ke pi vendi? Ishim atë dramandëri, a ke pi vend? Jo, tha për kryt. Dhe kjo, unë... Po ti e di pse i thash yllit unë? Dhe ylli po qeshte me të madhe dje kur futa unë plevic. E di pse i thash yllit, Që unë se kuptova isha i që bindur diçka. që ylli e dinte. Prandaj akuzova yllin. Unë asnjëherë nuk, kur kam dyshime, e kupton, unë nuk i bin qaf, si të thush, nuk i them kur kam dyshime, nuk i them personit që kam që dyshoj. I them personit që kam që është që ka ato aftësi që ndodh gjëja. E kupton? Dhe pikërisht sepse e di që ylli i di të gjitha, do më thënë në 80% të gjërave që ndodhin këtu, ylli i di. Sepse është personi atil. Dhe është lunë njësoj atë që për i thosha më rëmë. Si me armiqt, si me miqt, nuk ka bes. O bra, e vërtet. Ashu. Dhe në këtë kontekst, pash bastën të qesh, pash dhe yllin. Dhe akuzova yllin, nuk akuzova. I thash, përderisa ti ke ngell. Po bra. Kjo jo, kush tjetër? Ti, e kupton, tashi, ti kur e di, do më thush, në qëpë se s'ma thu, nuk je shoku im. Po bra, unë nuk prisja, Se nuk ishte puna ke shishja verës, është puna ke kjo kashta sot. Sepse ke kjo kashta, kur qova unë mjes, tu ishte plot, e kupton? E pash dhe Frederikun kur u qu, sepse pa dashje bëra një porc, e kupton? Dhe u zgjova. Dhe kur u zgjova, ishte Frederiku me kurriz. E kupton? Thash, okej. Tashi sa trisha tu, nga i moment, deri momentin që u zgjova Frederiku u qu, e kupton, nuk e di qa bëri, vetëm jam zgju nga një fshes. Thash, qa përnot? Erdi Esteri, kur ja ka bëndur. Dhe kur dola unë, Agaj, e ky Frederiku, ishte, direkt e kishte versionin, se jemi kafsh, na i ka vonë Agaj, e kupton? I thash pse, sepse zihemi në tavolinë të Bukës, atë e gjon që a i ka. Thash, këte gjo, duhet ta ketë bojë një njeri që e njeh shumë mirë bujqësinë. Andrea nuk më hameni ata bëj, pastaj, qa bëra, provokova Esterin dhe i thash, kush të tha ty dje që do bëj verandën? Pra, pse nuk do ikte ke kafshët? Se e disha që Andrea i tha. Dhe nga që masa saj që ndodhi, do më thënë, ndodhi sherri në tavolinë, këta u qunë, me kupton, dolën atje. Që do thotë, e kam pa dhe kanë lonë me, ku filloj sherri, e kanë parashiku që do plasi. Shumë e thjeshtë. Pra, i gjithë cikli të qonë vetë-vetiu që a i që ka bëhat e mram, mund këtë bëhat e këte sot, por unë qëndroj dhe me versionin e Frederikut, me gjithë se Agaj nuk mendoj kur që mund të lëshoj një mesazh të tillë në përmjet bërje së gjithë sa gjë, sepse Agaj thot kape vet, mushe vet, pastroje vet se kështu e doni. Po bra. E kupton? Por tendenca e Rikut për me zhvendos vëmendjen ke pjesa e sherrit
për një gotë verë, e kupton? Pra, jo me vonë gishtin aty ku duhet, ke plaga, por ke gota verës. Dhe sot në mëngjes, më tha mu, gjithkohës, ne jemi kristian, s'bëjmë muhabet me din, pra e kalon një gjë në atë. Dhe unë i thash, qofse e ka boa gaj këte, ti nuk e shef vetën pjesë të kësaj stallës të kapshme, se me që jemi kapsh, e kupton? Riku ka për ta parë të gjithë këta, që kur është puna për sherr edhe për kështu, do t'ju vihet kundra të gjithëve. Se gjithë se cili këtu brenda ka për ta kuptuar natyrën se ashtu i jep zë Frederik. Mesazhi i kashtës është një gjë. Shiko, më dëgjo. Mos kujto se po ta them vetëm. Elinara, më dëgjo. Mund ta ketë bo, s'ka rëndësi kush e ka bo. Ka rëndësi. Jep zë pa drejtësisë, më vjen keq. Qa po them, unë qa po thu ti, okej. Elinara, tani ai ka të drejtë. Unë po them gjë tjetër. Si nuk ka të drejtë, kem dyshimet e mia dhe ti shpreh dyshimet e mia. Si për agajnë, si për ikin, si për ipsilon. Mesazhi atit është i qartë, që Riku thot, e kupton, tavolin nuk bëhet sherr. Kaq, kur ahet buk. Qa, ka më shumë? Jo. Dhe nuk i pështyn Rikut, më pështyn mua, se po këshim për Rikut të dragon të më keq. Edhe unë ja thash këte që me ty nuk ka bo njëri debat në tavolin, me mu kanë bo, për shemë. Dhe, mirë bo, Rikut një paket i humbi dhe desh doli jashtë vetes kur ishim ke fakirin. Mirë pra. Po. Po, edhe kur i humbi paketa, i dha teoritë e veta. Jo, i dha më mbrapa, të s'dëgjove që. Është aty me si, është unë gjithë me te. E dëgjove që qa tha? Po, pra, gjithë me këshu ne këte, po jepa, e gjithmonë jep teoritë e veta, por gjithë ka. Para e po them. Në më thonë, nuk është se... Shiko, Riku nuk ndryshon. Nuk ka ndryshu, Riku njësoj ka qenë. Mirë pra, po... Nga fillimi deri në fund ai është, ashtu është. Nuk i jepet zë... I jep zë atit pastaj, se ai e bën për të thënë që nuk duhet sherr në tavolin, bukës nuk duhet. Dakord jam, tash i qëllon që këta ngacmojnë ty që di... Kishin ikur njerëzit në tavolina, unë lodhën që mu morë, është si kur kishin marrë pjatën duke ngrënë mua. O, Elinar, nuk po thot njeri që nuk ketë drejt, po thot dikush që masi kishte marru darga, ishin qu njerëzit pjasi sherri. Kaq, është e thjesht, tashi ndryshimi që ndronë që Riku thot ishim në dargë dhe nuk respektum sponsorin, si mas Rikut. Tashi, në qofë se kjo është e vërtet, e kupton, atë shef e ka pa gjithë Shqipnia, nuk o puna ke gjë. Puna është ke mesazhi. Po, dhe vetëm me këtë fjalë, ti me gjithë elegancën tate, mund ta kishe lënë gjon dhe ti thoshe kameras, kjo është ansambli Babzia. Faleminderit, vazhdoni këngën. Me një fjalë e mbyll. Jo. Po nuk marrin vesh, nuk marrin vesh se ai që e bën, nuk e bën pa dashje. Nuk merret gota e verës pa dashje, mushet ke gota jote, pijet dhe kur e shef që është pa dashje, se janë gjithë gotat e soj, thuhet, mos ta piva, më fal. Bravo. What's up? Këtë pra thash unë, këtë, që është dy fish gabim nëna në që ka marrë, të thotë, më fal. Edhe unë mund ta kisha bërë, atë gjë t'ja merra po tjetri pa dashje. Po ama e kam kurajon të them më fal. Por mirë mos janë gjithë si tymër se më çmene. Bravo, njerëzit nuk kemi nisur. Ore ti llogariti, ti i mat njerëzit me metrin tat. Riku i mat me metrin e vet. Ore duhet i shohësh gjërat objektive, jo subjektive. Ndoshta kam shumë të mira, por kam edhe shumë gabime. Pra një ndër gjanat është edhe çështja e faljes. Pavarësisht shumë si natyre, kam në rast se nuk bindem me kështu, nuk më ndjen zemra, më thon, por si bëhet nuk e them. Okej? Si do të qoftë puna, i rria sa times. Por po të arri përsërisë dhe nuk kam dëshirë të jem i ripërsëritur. Njerëzit ju kanë marrë fishekt. Dhe po përdorin fishekt e lagun, se s'kan çfarë bën. Nezi mirë, snezi shnosh. Më mirë për mua. Dhe çfarë do bën? Është plus. Çfarë do bën? Do bëj lënë të tilla se si me kap një moment të primet ose mu bo objekt. Po nuk e kuptoj që kjo gjëja duke ngacmuar që për mua është plus. Enar, por ripërsërisë. Po kur është plus pse i lufton? Jam e indinjuar nga lloji fenomenit VIP. Po fenomeni VIP, po tash. Nuk është dot ti, as unë as ti nuk jemi pa fuqishëm, gjithsesi. Pas ne si jemi VIP-a për kërkënd. Këtu mrena. Kur kush nuk është VIP për asnjë. Po. Kaq. Kështu që s'ka fenomen VIP këtu.
Se në momentin që s'të respekton, e kupton? Maroj muhabeti, do më thëmë, mos kërko respekt me dhunë. Kaq, ky jam, shnet. Mos kërko respekt me të, mos impono respekt, maroj. E kupto, kishe drejt, një muj, e kupto, se njifesh, se bësh, se ashu, kryon një lloj afrimiteti, kryon një lloj besimi, se besimi është gjëja parë, unike. Dhe unë bastës atje, besimin i kam kërku, jo ja kam kërku, i kam thënë beson ti ke mu, kaq. Dhe unë dita se si ta kuptoj, kur tjetri beson ke mu. Sepse unë, a priori, besoj ke gjithë, deri momentin që s'kam, e kupton, atak personal, nga Unë ka po përshtypje edhe kjo veprimia të rëndë. Pra, besnikëria që tregove kundrejt ti, pra pavarësisht ndëshkime që ti mund të merrje nga ti zgjodhe të thyje një rregull që nuk u lejonte dhe zgjodhi për hatër të besnikërisë dhe shoqënisë, i tha, vlla, po thej një rregull dhe po të them 1, 2, 3, 4, 5. Ti vazhdo pa ç'dush. Kush jam? Ja, unë e bërë. Për besimën. Po folim, nuk lejon të bëj bisedë fare. Foli, dhe thej një rregull pavarësisht. Unë e bëra atë për një gjë. Në qoftë se e mira ka një kosto, e kupton, e paguja të kosto, Kusha i erdi këtu më dëgjoj. tha e antifoli. Ashtu. Doli nga vetja. Pra ky është ndryshimi. Dhe kur njeriu diskuton dhe thot unë e kam atë të fëmijë, si ke ti këtë. Po. E kupton? Dhe ashtu dhe unë e kupton hyna mren. I thash Big Mamës duhet me ja dhon. I thash mere, jepja ti, ku e ke? No, më tha mu, i ke jepja ti, tha se s'ka për të problem. Ne do t'ja jepshim në prime. Dhe gjithë thelbi asaj gjëje ishte pikërisht që ne të zbërthenim nëpërmjet asaj çantës. E kupton, kur të vinte humbja e saj, që nuk ishte e humbur, dhe ai e dinte shumë mirë që ajo nuk ishte e humbur. Nuk ishte e vill, nuk ishte e marrur në gjëra personale. Nuk ishte, thjesht ishte harruar dhe unë ja thash në mënyrën time me këngë këtu, kur po pastrojsha, mos u nxito, mos u gabo, ashu. Dhe kur erdhi aty, thash mere. Nuk ja dhash kështu, ja thash, unë po thy, gjonat, okej, faleminderit, po se kam me ty. Kushdo që është me mu, i thash, është, do më thënë, jam pjesë. Unë jam me ty ke fakiri është gjë tjetër, është hallë. Dhe në momenti që jenë hallë, aty mbaron konflikti dhe duhet filloj solidariteti. Njerëzimi, bon njerëz e vëllai. Ashtu, Big Mama ishte shumë keq. Të smur më qatë gjithë ditën. E di. Edhe i ditë përpara. Unë isha më keq se ajo. Por fati asaj që më kishte mu dhe e kupton, se unë po të kisha një njeri, e kupton, këtu thjesht ta nisha mos ta shqetësoj, ne kur kemi ik këtu, kemi ik shqyqyr që na doli fakiri. Sepse këtu nuk, e kupton, këtu nuk gjen njeriu as qetësi, as të rri me veten, as i gjë. Ai fakiri është terapi, nuk është thjesht mu ma caron pjesa e kafes, që unë s'kam kafe dhe vdes. Do më thënë, nuk zgjohem. Po, anyway, dhe i thashtin, kur e bën të mirën për një kosto, pse? Sepse unë jam prind, unë jam ashtu, dhe kur ma tha ai dhe për zotin e mod nuk e kam i hap atë me pa, a ka gjo, mren edhe qarë ka. Në botë, do më thënë kaq të ndershëm. Dhe në raport me vuna bast me mamën, me Big Mamën dhe i thash, nuk do ndodhi mo, dhe ati t'ja dhash që të myllet qerri, dhe kur ja dhash i thash, edhe të lutem myllet mo këtë mamë, se s'shkon mo. E kupton, se ajo tjetra ishte keq mren. E kupton, ishte keq për arsyet e veta. Dhe, kur tjetri të fut në loj fëmin, e kupton, aty mbaron loja. Nuk ka mo, e kupton, në çdo pjesë. Ne jemi kosh janë që luajmë dhe unë marr këtë që e gjej në një ambient të përbashkët. Dhe thash në prime e lam që Big Mama tha do t'ja jap në prime, në mes të prime, po do shohim ç'a do prodhoj ky fenomen, ç'a kontenti dhe aty do kuptojmë kush na do, kush s'na do, çfarë mllëfi do nxjerrin, e kupton çfarë. Sepse dhe i thash atij, ke besim? Ke mu? Ti, a më beson mu? Po, se stova ty po. Maroj muhabeti, nuk më beson. Dhe unë, mua më dolën fjalët që tha Big Mama, nuk më dolën fjalët që tha Big Pasta. Dhe mama tha, ai nuk e më tha. Ta shike për ta pa më keqta. Dhe në mëngjes, sa dolëm, shkum ke ajo,
A I filloj, vam, gjeta mënyrën, i thash, boll, mos. E kupton? Dhe mua më kërkoj që të shkoja dhe nuk pranova, që të bëja ullërima dhe s'kam pse bëhem, pjesë e lojës. Sepse aty mjaftonte ardhja jote me te, e kupton, mla mu me kuptu që kjo është një gjë serioze. Sepse janë ca njerëz që kur përfshihen, unë e di deri ku mund të, unë nuk e di, e kupton, po mendoj se ka një limit. Ka një limit, çdo njeri prej nesh ka ca vlera. E kupton? Dhe ato vlera janë krejt të patjetërsueshme në çdo rrethan. Dhe ky është një format tek i cili ne mund të eksperimentojmë, e kupton, çdo lloj gjëje deri në limit. Ama deri në limit. Dhe kur tjetri të thot e kam djali, aty s'kishte më. Dhe Big Mama nuk dejoj me uçu me ja dhon, po më tha jepja ti. Edhe unë nuk ja dhash, po e vuna e gardhi. E i thash, are mere. Profesor. Ajo tha do vazhdoj të flasi, do vazhdoj të bëj. Unë i thash jo, por të siguroj, i thash unë që ai ka frikë. Ai nuk është i sigurt se Big Mama me drejt më tha pse më shite. A kupton? Më thënë, dhe unë i thash të shita për një të mirë. Po atë ta ka botha, ti e ke hongër, më thamë. I thash po, në qoftë se Agaj e shikon që unë për një të mirë, e kupton, dënohen për një vepër të mirë, atëherë e pranoj, është më mirë që ai mos vuj. Sepse kur ka njeriu një relacion me një gjë të shenjtë vetëm, e kupton? Është e vetja. Mbaroj. Pra, por nga ana tjetër, rikthim back që e njëjta gjë ke fakiri me juve ndodh me familjen. Dhe bëhen dy. Në qoftë se mbaron loja me këto lloj mënyrash, dhe ma keni bërë dhe mua këtë pyetje. Ti janë me Andrea, duke Andrea. Si do reagoj ti Elinara nëse do përdorte dikush familjen, do të thënë do ta thoshe ti që është larg familja. Këtu, të kam bën këtu. Edhe çfarë kam thënë? Po bon, më marrë për. Në asnjë mënyrë, se nuk u bën kalora. Ndërkohë që këtë fakiri. Familjen tonë. Këtu po flisnim me Big Bossin, domethënë në mënyrë aq diplomatike, pra që su po flas tani me ty. Shqyrë, si rrallë herë, kupton, sepse ishte e tillë biseda, kupton. Edhe po thoshte, për me fitu mbi domethënë për me fitu le të themi territor bisede të tjera, vazhdo të përmendte Alba, vazhdo të përmendte kështu, Dhe i thash, shiko, mos mendo që duke përdorur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 gjona, e ashtu ti do marrësh pikë. Por përkundrazi dhe gjitha vlerat që ti i ke, ti i hedh poshtë, a kupton me këto gjona që ti bën. Sepse për një lojë nuk bëhet kjo, sipas meje, unë nuk e bëj, ti bën çfarë dush, nuk bëhet kjo, nuk bëhet kjo. Hajde luajm, por mërna 4 çosheve të fermës. Hajde luajm po atje. Si të dush, çfarë dush, etj. Mama të pulsin, po të masovon pulsin, hajde luajm. Po jo që të fitosh bësh gjona të shëmtuta. Dje ishte prap diçka shëmtut puna me Esrin. Pra e ke në mall me net me një person, sepse si që bani Ylli me Elinarën për këtha që po flirton me Elinarën fillim, Frederiku. Pra duke mos marrë parasysh gjona si pasojë ose gjona si mund të transmetohen jashtë, a kupton? E bëme nga Ylli, thash, është e pranueshme se është 24 vjeç. E bëme nga ti është 40, domethënë është shumë e rëndë. E mram, u mundu për me shpjegu, kur para se me futë loja, pra e shpjegot Andreas. Prap me intrigë, sepse e bani doli keq, a kupton? Dhe vazhdoj, jo më thamë se kisha asesinat kuptim, pra. Jo, unë e dëgjova, me thonë drejtën. Tu t'jemi drejtë se nuk bën me Elin. Por ai tha, e krahasoj me diçka, si me thonë, që është diçka që nuk ndodh, është njësoj, si me thonë, me ju të dy, me që po jeni bashkë, keni të bëni me njëri tjetër. Domethënë flirtoni me njëri tjetër. Në këtë kuptim e tha, unë kështu e mora. Por sa vjen deri atje, e kupton, normale, ajo që u bë, por unë e dëgjova dhe atë kuptova. Dhe se unë i pari do kisha hap syt se ajo është një gjë që dihet.
Po më absolutisht po, por më bën përshtypje edhe herë, pra në rast se thotë Ti të ishe ashtu natyre, e kupton, nuk kishe zgjedh mu për zgjedhur kur u zgjodhe krye fermer, kishe zgjedh një femër edhe aq net, e kupton. Por megjithatë, unë do doja shumë që të isha le të themi pak prezent në rast shpresoj do shloj patjetër se këtu në shtëpia mund vesh që kam pincë. E si ti kam shqipon. Të doja shumë të shloja që në rast t'jesh me parë çfarë reagimi do ketë. Unë kam parë. Unë ta thash që nuk prit se do të dinë dorë. Nuk prit se do të dinë dorë sepse do diskutonte, do të jetë gjatë. Po nuk kuptova vetë kush po qeshte. Se ku po shkoja ke televiza. Pra nuk ishte për çesh, Elinora. Pra nuk ishte për çesh. Në rast se ti nuk e dije të vërtetën, nuk ishte për çesh, e kupton? Sepse të mërzit kur e shef tjetën në agjendë, do të pritën çfarë ndodhi. Po kur e di të vërtetën, do ishte ngrit me protestë. Po, patjetër. Por kur e di të vërtetën, kur e shef reagimin, të vjen për çesh, për vërtetë, e kupton. Dhe unë përça shumë që ty marr me ta thon vet ai, do marr parasysh raportin të kohën. Nuk dhe njëjt. Do marr parasysh raportin. Po më siç më erdhi Randi me gotën e verës pikë të time, nuk kam keq me pi verën. Jo më e kuptova, absolutisht po. Ne kemi vini nga shu. Mira, po, ajo gjë, shiko. Ajo gjë, e kupton, do kishte zonë vend, nuk do ishte përkthy keq, nëse nuk do kishte pas ulërima. Nëse do kishte pas për faktin që ndodhi gjitha i shpërthimi, ai shpërthimi çoj ke e gjithë. Kush ishte shkaku sherrit? Një gotë verë. E përdorën. A se gjonë s'kamar një gotë vend edhe shpërthimi, por jo në të ullin ku... është gjesti, kishte baru buka. Kishte baru buka. Për ty kishte mërë buka. O, Rike, ke këte, ti e le këte? S'kishe Se ke rike. hap. Këta ishin quar në kam, kishin kry punë të tyre dhe Pse të me sifiku gjithë shkatë keqe që bëndi me... Më falë, do t'a shpikoj që të shkeme të Federik. Ja, ti ishe dy hangër. Nuk tu dha ty një gotë me beturin për ta pirë me kostym branda. Se ma qërë më gjani mua, Nuk tu dha ty një gotë. I pa afti që më gjani, i pa afti lastuar, o grua lastuar. Nuk tu dha ty një gotë me beturina për të pirë. A i ke po me që Ishte dy fish gabim. Diçka private. Ti vazhdo vendo. Tu dha gotë me beturina për ta ri pirë? Ty? Mu, ja. E pra mu dha, ja dha Linarës, tjetër që mund të këtë Unë i hapi syt. Dhe piva. Unë i hapi syt, i kam Ja, s'ka lidhje fare të hapër syt në këtë gjë. Se unë nuk do ruaj bukën, edhe mund të kishe marrë dhe pjatën duke folër. Nuk ka fare lidhje. Po e boti Se ka qef të për sorogato këtu dhe njërës të babzitur. Atere, nuk është faj e Linarës që me këta njërë që kanë dhënë ti të vipa, më jep një gotë beturinash. Mua, për ta pirë për herë të dytë. Elinarës, unë isha prezent. Nuk i rritu nga gota e verës. Fare, unë nuk ta jepi Randit se unë s'po më pije. Por u rritua në momentin që ti ajo... Më dha gotë të pirë, beturin. Dhe nuk e di që ka pas gota brënda. Testensh, mund këtë pas pështym, mund këtë pas gjitha. Se për deri sa bë këtë gjesti ta bën dhe atë tjetrën. Elinara, Nuk ka turp nga kamera. Ti ku e kuptoj dhe jap të drejtë. Ku të lutem kuptom. Ai që e bën këtë gjë. Nuk ka më dha gotën me beturina për të Ato pirë. çfarë thot nuk e di. nuk e di. Ja pra po ta sqaroj, po ta kishim dhe ty jam shumë e bindur që do bëje napi. Për gotën e mbeturinës? Me ta sjell një gotë. Për gotën e mbeturinës? Me ta Do të sjell. vra njerëz me tavolinë të huaj, se si bëhet tavolina kështu tjetër do me lan gjallë. Më Po fal, tank e vret më. Tu jepni ty Po çike ka po rregull tavolinës. Beturinë, nuk kam shkuar në tualet me ka ti keni për të keq për ju, po kanë shumë i mirë, sepse kanuni ka mësuar njerëzit që në tavolinë tjetër nuk i kuritet Jam buka. shumë dakord unë me çfarë thua ti, po dhe ti dëgjoj njerëzit deri në fund. Unë kam shkuar në tualet më vite për të vjell nga ajo. I solli kështu më me kudion çka kishte marrë, mund të ketë pas tester. Dhe kjo i besoj pro. Dhe unë nuk akuzova të asnjë me emër. Vjen dhe ylli në tualet dhe më thot ti më akuzove mua fillon. Unë marr Edhe vini me gotën e verës sikur kisha kequr për të pirë verë më mrapa. Pra kjo e rritun, kjo e rritun momentin që i solli gotën dhe provoi gotën e verës. E o e ktheva tamam glaj. E ktheva tamam glaj. Me të drejtë 100%. Malbor, me kështu, së bram. Por. Se është dy fish. Edhe nëse do ta kishe bërë pa dashje ai njeriu rus që mund të thotë që më fal ta bëra pa dashje. Me dashje ka po. Atëherë me dashje, atëherë. Është dy fish keqa dashje kur të jep mbeturinën për Federik. Të lutem. Kuptoje këtë gjë. Atë tash ai blen me fol mu diçka. Po. Unë kam përkallëzuar Bersolet që në ushtri kanë mashkujt kanë bërë ushtri dikur. Edhe kanë një grup ushtarë më të vjetër, ardhi një ushtar i ri.
ata rrishin gjithë atë. Na merr atë bër bukë, na bëjnë me hangër, na pas të bajnë, na pas të na kërru karvat. Pa rrishin gjithë kohës. Ma thon blida atë se kena 6 muaj të qerr rafi me bom blomade. Hajde këtë hajde. Unë shkoj. Thotë tash mbrapa asnjëri për këtë nuk guxon me vudor të dy thotë. Faleminderit sot që ke duru, na fal. Tash mbrapa i shohim. Faleminderit shumë thotë për këtë, unë tash mbrapa nuk e bëj më qiqin në çaj. Tash Pra ma i fiton kështë e do lej. pra, tash ata vetën. Tash ideja është, ky prindi është rrit, ka bo fëmijë, këto fëmijët janë ata që bëjnë kështu gjanash. Fjalën qiqin në çaj, që bëjnë kështu gjanash që kanë mushket sallen me son. Ti e the diçka shumë bukur në, pra, edhe e lidhe shumë bukur. Po e lidhe, ai që ta ka bërë, bravo. Ka bërë edhe këtë gjë. Dhe ai që ta ka bërë ty atë ishte nena. Më fal, do jenë dy. Por unë e thash edhe Frederik, unë kam qesh bashkë me Big Bossin, ne dishim vërtetën dhe bëm krahasimin. Unë pritësha që duke marrë parasysh raportin që ka kjo me Big Bossin, ishte Big Boss ai që do të thonte. So për shembull rastet unë do shifsha diçka kundrejtet që ta ka bëj XY-ni, do thosha Frederik, edhe do të çesh atë Frederik. E boni filani po. Të thoja pse? Se kemi raport bashkë. E njëjta gjë pritësha me Big Boss me Linon. Kur mora vesh sot se si kishte bën atë thash, në rastin nuk e bën, po nuk më mojti shpirti tim drar, dhe thash. Big Boss ishte në gjeni. Ishte prezent? Ishte prezent, ishte me symta dhe arsyeja që kena qesh me lot. Erun. Arsyeja që kena qesh me lot. Ka ndëjtur me Po, më ka qenë një hall. Këtë pikë të lojës nuk intereson Elinora, por i intereson Nena. E kupton? So për shembull, para lojës, para marrëdhënies që kam me ty, para marrëdhënies që kam një njerëz të dobët, që nxjerr njerëzit jashtë. Para marrëdhënies që kam me ty me Andrean e tjerë, unë nuk vej lojën. Nuk e vej lojën, Orrik. Nuk e vej se them të paktën dal, po dal nuk bëj as pa drejtësi, as pa besi e tjetër. Pratem, ja nuk të bëj. Ti çfarë mënyrë balli. Po nuk bëm këtu tash me Frederik, unë nuk e kam. Pa shkëjt si është justifikuar, sepse erdhi nga Lavamoni. Ti mendon që gjëra të tilla nuk më bën mua? Ore, erdhi nga Lavamoni. Nuk ta bëjnë ty, ta shikoj, unë kam qef, jo për të ashtu, po ta se si do ju reagosh këtyre. Po me ty, po të lëpia, me ty po bëjnë sa anë lëpirë sa Frederik. Kaq po të thot Elinara. Unë nuk jam ashtu, unë të dua se jeti Frederiku. Sa anë lëpirë se nuk të bëjnë dot. Po më kush po të thot më dua si një njeri. Po ja, ta dish. Këta që po të bëjnë gudi. Mallështin e kam dhënë jashtë. Atë që kam bërë 60 vjet edhe vazhdoj me gen prapë. Unë të dua për Frederiku që jeti karizmën tënde, gjërat e tua, personalitetin tënd. Po kur më bën diçka të padrejtë, Elinara nuk të bëhet sa anë lëpirëse. Dhe është më mirë të kesh një si Elinara apo të kesh si këta që të bëjnë sa anë lëpirësin. Nëse ti zgjedh, është punë. Po jo më ashtu diskutoj. Besoj që e ke kuptuar ka gjë. Është marrë. Ti dem asaj më bëni të thonë, unë më fort du një njerëz si ti, që më çon kryt një herë një sekondër orë, me ama bla. Me bërtitona, që është kriza, edhe më kanë krizë nervore. Se jam mësuar, i kam fëmijë të pallastuar, vajzat e pallastuar, gruan e pallastuar. Kam pasur gratë të pallastuar. Po do të thënë nuk kam përgjegjësi, po me ndaj diskator të bën një bla, ashtu i padurueshëm. Po ti bëni një herë, kurse këta njerëz që bëjnë kështu janë shumë qi, dhe bëjnë gjithçka. Por i unë thash, janë të dyja edhe veprimi i X-it, por edhe mos reagimi i Y-it, po janë të dyja domethënë që do të kuptosh vendin e gjithë secilit. Është ngushtuar loja apo? Tani është ngushtuar loja, po njerëzit që janë njerëz, Orrik nuk e marrin parasysh, pra thënë, ka disa njerëz që pra çmim. Po e them trosh më vjen tari përsëris po. Njerëzit pra çmim ndaku ti kupton domethënë që kur përdor fenomene të tilla që ka përdor, domethënë është ose der gjatë tjetër më veç me bë mu. Nëse ti mundoj më u sa dush atë, është dikush që s'do ti me u poshtë. Tash. Jo unë, po dikush. Kurse ylli, mua më vjen i ka kërkova çik privatësi. Në atë moment s'do isha me fol masim njëri. Ajta në banjo më vinte për të vjedh dhe ylli vinte ke thënë për mua që por të lutem më nuk kam punë me ty ik që më ka lojë. Sa dua të rrim Ko. Ylli e ka njësoj. Po me një si me mikun, si me armikun, njësoj si. Nuk ka ylli, domethënë që të ketë shok edhe nuk e di, thot të kam në zemër. Kush ta shef zemrën? Zemra zbërthehet nga ato që bën, jo ato që thua. Mi vurë aty. Po. Super. Sa mirë, po, ku më ka super në?
Sa bani ju me martu. Ja, man me te si bën të gjamë. Ka te ke. Të ngelë më të forë se ti. Ose ti nisu, pse ta bëri në tavolinën e bukës, me që thua nuk bëhet kjo që ke tavolinë e bukës, pse e bëri në tavolinën e bukës, e bëri Ekas? Të ka pi gotë në vend se të ka vu gotë tjetër? Po. Edhe direkt, se tani ai njeri që të bën këtë gjë, më shkoj mendja, mund edhe të ketë bështyrë tjetër, se aq i pacip është ky njeriu që ta bën këtë gjë. Shive në kamerë me... Jo.